Përshëndetje dhe mirë se erdhët në një episod të veçantë të podcastit tonë. Kushtuar ditës botërore të infermierisë, një ditë që nderon një nga profesionet më humane, më të përkushtuara dhe më jetike në shoqërinë tonë. Sot në fokus kemi të rinj, që sapo kanë nisur këtë rrugtim fisnik. Janë studentë të vitit parë në programin e infermieri Mami, në Fakultetin e Shëndetit në universitetin tonë, dhe ata janë Fabio, Floviana dhe Algisa, të cilët do të ndajnë me ne emocionet e para, sfidat e përditshme, shpresa për të ardhmen si infermier dhe mami në rrugtimin e tyre të bukur të së ardhmes. Mirë se erdhët, fëmijë, studentë, si të doni mund ta quajmë. Kam shumë dëshirë që ta nisim me një prezantim të shkurtër për secilin. Ju jeni shok të një klase, ju studioni së bashku në vitin e parë në degën që përmenda infermieri Mami. Kështu që për të gjithë që na dëgjojnë, një prezantim të shkurtër e më pas vjojmë me pyetjet tona specifike. Atëherë, unë jam Fabian Elmazaj, a viti parë siç dihet që jemi të tre, dega infermieri Mami. Edhe antari i këshillit studentor. Edhe antari i këshillit studentor. Shumë mirë. Unë jam Floviana Korçari, jam edhe unë gjithashtu në vitin e parë të degës infermieri Mami dhe jam dhe pjesëtare e këshillit studentor. Unë jam Algisa Saliaj, viti parë në infermieri Mami, si të gjithë ne të tre që jemi këtu, vit nga qyteti i Vlorës dhe jam pjesë e këshillit studentor. Po mirë. Çfarë ju shtyu ju që të zgjidhni degën infermieri Mami? Të mos harrojmë që sot jemi në një ditë veçantë, është dita ndërkombëtare e infermierisë që e kemi dhe në backgroundin tonë. Fabio, çfarë të shtyu për të zgjedhur këtë degë? Atëherë, dega infermieri Mamis është një degë e veçantë, mendoj. Një degë e vështirë njëkohësisht, por dhe një degë shumë e bukur. Në përgjithësi, në Vlorë s'është se çunat e zgjedhin shumë degën e Mamis. Zgjedha që të zgjedh degën infermieri Mami sepse personalisht luftoj pak me veten për të arritur gjëra që të tjerët para meje nuk i kanë arritur. Flas për pjesën e çunave sepse gocat janë shumë mirë. Një degë e mrekullueshme, sfidat të cilat sjellin në jetë një qenie të jashtëzakonshme siç është liga e një fëmie. Dhe kjo mendoj se është arsyeja që më bindi që të zgjedh degën infermieri Mami. Po, se ju e keni specifike, nuk është infermieri e përgjithshme, por është një 2 në 1, një në 2. Po, Algisa, jo, përveç se patjetër që ti do shprehesh për atë kënaqësinë dhe pse e zgjodhe këtë degë të bukur. Ishte një zgjedhje praktike jotja, thjesht ai po e provoi, po shkoi, apo ka një background në familjen tënde, janë prindrit, ke pas një dëshirë? E kuptoj. Jo, në fakt, faktikisht unë vi nga një familje e shkallës së mesme, le të themi. Që nuk ka profesion mjekësi? Nuk ka profesion mjekësi. Ata kanë biznese private, gjithë secili, dhe nga ana e babit dhe nga ana e mamit. Dhe kjo ishte një çështje pasioni e imja, që unë kisha kohë që e mendoja dhe vetëm në atë profesion e shoh veten. Më vjen shumë mirë. Floviana, çfarë të shtyu për të studiuar, por edhe në të ardhmen ti të kesh këtë profesion të bukur, infermieri apo mami? Në fakt, historia ime me këtë pjesë është pak e veçantë, do të thosha. Unë vi nga një periudhë 14 vjeçare e shkëputur nga studimet, dhe për shkak të disa problemeve shëndetësore, më lindi dëshira që të integrohem në fushën e mjekësisë. Po përveç kësaj pjese, qëndroj prapë tek problemet shëndetësore, pamundësia ime për të lindur fëmijë, më bëri të shtyhem më tepër të zhvilloj këtë pasion dhe të jem një mami, ku më mirë unë mund të kem kontakt me një fëmijë sesa në një degë të tillë. Dhe për mua është një pasion dhe personalisht e ndjej si një detyrim të ndihmoj të gjitha nënat në një etapë kaq të rëndësishme të jetës, në një moment që unë nuk do e kem këtë mundësi. Dhe kjo ka qenë ajo që mua më ka shtyr dhe që do vazhdoj ta ndjek dhe që nuk do heq dorë nga kjo si pasion, po që e ndjej edhe si detyrim.
A je e lumtur që nga dita e parë që ty hyre në këtë fakultet e në vazhdim, a ja ka vlejtur pavarësisht edhe qëllimit që ti ke pasur brenda vetes tënde? Po besoj se ja ka vlejtur. Ja vlen. Në të gjitha aspektet e saj ja ka vlejtur shumë. Hasni vështirësi si student gjithmonë ndodh që gjimnazistët në vitin e parë kanë vështirësi se njihen në një ambient të ri. Studentët gjithashtu njihen në një ambient të ri. A ka pas vështirësi, Fabio? Shiko, unë e ka pasur pak të veçantë do të thosha për arsye sepse unë jam tip që i dua të zbuloj gjërat shpejt dhe dua që të përshtaten me ato sa më parë. Fillimi ka qenë shumë i vështirë nga pak fjalë, ditët e para, stabilizimi, jo klasat, jo laboratoret, jo orari shumë i gatuar me gjimnazit. Njoja me pedagogët. Njoja me pedagogët, po kemi pasur një mbështetje të pakufishme nga sekretarët e fakultetit tonë dhe pedagogët që janë vërtet në krah të studentëve në atë fakultet dhe i ndihmojnë në çfarëdo lloj aspekti. Më vjen shumë mirë për këtë. Po, ndoshta është edhe si një formë motivimi, dashuria për kushtimi. Algisa, çfarë të ka motivuar? Kanë kaluar rreth 8 muaj, për pak përfundon viti. Kanë kaluar rreth 8 muaj nga viti i parë dhe unë pothuajse kam hyrë dhe jam akoma me atë vrut siç kam hyrë në fillim. Dhe sfidat më bëjnë që të eci akoma më tepër më përpara, më motivojnë dhe mendoj se duke pasur sa më shumë sfida tani, unë do të jem më e aftë në të ardhmen në profesionin tim. Bukur. Flaviana, ti je pak më e rritur nga studentët, edhe pse unë vetëm e the se unë nuk kuptova asnjë gjë, mendova se ishe 20 vjeçare. Dhe ti patjetër që shikon marrëdhënien me një sy tjetër, se je më e pjekur, je më e rritur. Sa ndikon tek studenti marrëdhënia pedagogut, mbështetja, përkushtimi, dashuria, a të motivon, a bëhet me thjesht, duke qenë se është dhe një profesion delikat që patjetër e kërkon këtë mbështetje. Jam plotësisht dakord. Në qoftë se ndalojmë tek mbështetja e pedagogëve, atëherë do na bëjmë një podcast tjetër. Sepse realisht fakulteti jon ka një mbështetje shumë të madhe. Domethënë pedagogët janë gjithmonë të gatshëm për të na ndihmuar. Dhe vërtet kjo edhe studentin të cilin ndoshta në ndonjë moment të ndonjë shkak të dobësie mendojnë që po sikur, atëherë ajo gatishmëria, përfshirja e pedagogëve që kemi një komunikim shumë të mirë, kemi një përfshirje shumë të mirë të pedagogëve me studentët, gjë që edhe brezit të ri kjo jep shumë mbështetje. Për shumë të rinj kjo mbështetje e pedagogut dhe atmosfera që kalon nëpër korridoret e fakultetit tonë është goxha e mirë. Domethënë motivon çdo lloj studenti. Mua më vjen mirë që dëgjoj dhe ju shoh të lumtur teksa flisni për këtë gjë. Por në familjet tona ne patjetër që ndeshemi në çdo moment me atë që është kryesorja, shëndeti, kur jemi të pamundur. Patjetër që ju bëni edhe lëndë specifike për kujdesin shëndetësor. Duke qenë se jemi në këtë ditë, edhe është si një lloj thirrje për të ndryshuar disa gjëra. Çfarë mendoni ju se duhet të ndryshojë në pjesën e sistemit shëndetësor? Juve ju ndodh që shkoni edhe në spital, klinika. Duhet të ndalem tek vlerësimi shoqëror dhe tek ndjeshmëria e profesionit, meqense është edhe dita botërore, dita ndërkombëtare e infermierit. Çfarë do të donit të ndryshonit në sistemin shëndetësor, Flaviana? Po personalisht mendoj që ndryshimi i parë vjen nga vetvetja. Sensibilizimi i të gjithë personelit shëndetësor është gjëja më kryesore që mendoj se çdo njeri duhet ndryshojë. Që ne të kemi një shëndetësi më të mirë dhe më korrekte, atëherë mendoj se ndryshimi duhet të fillojë nga vetë ne, sepse jo një individ i përfaqëson të gjithë dhe jo të gjithë individët përfaqësohen nga një, por të gjitha këto ngjarjet e pakëndshme kanë për shkak fillimin një individ. Dhe mendoj që ne, sidomos sot në këtë ditë si infermier, duhet të sensibilizohemi që ndryshimi vjen nga ne. Që problematikat e ndaja nisin pikërisht nga ne, nga stafi, nga personeli mjekësor, dhe që të evitojmë ato problematikat e ndaja, duhet jemi ne më të përgjegjshëm dhe duhet jemi më të rregullt në kujdesin ndaj vetes, por gjithmonë duke menduar te personi tjetër.
Në fakt Fabio është pasuri e patundshme shëndeti, vetja jote. A je dakord me këtë thirrje që bën Floviana për kujdesin ndaj vetes? Shiko, ne si me Floviana dhe me Agin, për shëndetin zakonisht flasim shumë, duke qenë se jemi dhe pjesë e këshillit, se këshilli na është bërë çik. Duke qenë se jemi dhe pjesë e këshillit, të bisedojmë gjithmonë se si dhe studentët t'i bëjmë aktivist, t'i ndërgjegjësojmë, t'i bëjmë të jenë të përgjegjshëm për shëndetin e tyre. Absolutisht jam dakord me Floviana dhe do vazhdoj që ne të jemi kështu, të bëjmë alarme, të ngrejmë zërin që shëndeti si dhe si të jetë sa më mirë dhe gjithmonë. Dhe të kuptojmë që është vërtet pasuri e patundshme dhe duhet të kujdesemi, jo kur jemi smur apo na vën diçka, atëherë të drejtohemi tek mjeku. Mirë, do ndalem prap tek kjo pyetje Ali, që më ktheu përgjigjen Floviana për kujdesin ndaj vetes. Po etika dhe komunikimi, a është në nivelet e duhura në sistemin shëndetësor? Juve ju ndodh që shkoni në spital, edhe pse nuk jeni në ato praktikat e mundshme në oraret e gjata, po përsëri ju jeni në kontakt. Atëherë, a është në nivelin e duhur etika dhe komunikimi i infermierit, i po themi personalitetit shëndetësor që ndeshet me pacientin, apo ka nevojë për korrigjim? Sigurisht që kohët e fundit ka patur përmirësime në të flasim për etikën dhe për komunikimin që duhet të ketë personeli infermieror, personeli mjekësor me pacientët që ndodhen në çdo spital, në çdo qendër shëndetësore, por sigurisht që ka nevojë edhe për korrigjime, ka nevojë edhe për përmirësime dhe ka nevojë edhe për trajnime të mëtejshme të infermierëve të përgjithshëm dhe infermierëve mami, sepse janë njësoj për rreth etikës dhe komunikimit me pacientët. Si e vlerëson shoqëria shqiptare profesionin e infermierit? Pak më parë Fabio më thej që pak e vështirë unë si djalë të studioja për infermieri. Mendon se ka paragjykim ndaj këtij profesioni? Unë personalisht mendoj se është ndër më sa e vështirë aq edhe ndër më të bukur atë. Kisha tek infermieri mamia është pak e gjukuar në Shqipëri, që një çun të futet tek infermieri mamia, sidomos në Vlorë, e flasim më gjerë. Me të drejtën, në sytë të qytetarëve dhe në sytë të popullit shqiptar, profesioni infermierit duket si një profesion me shumë vlera. Është. Dhe vlerësoj shumë pozicionin e mjekut. Me një rast kur I thua dikujt një gjysh I flas, që unë do studioj për infermier dhe gëzohet, se do një doktor në shtëpi. Është një situata që familjet shqiptare e pëlqejnë profesionin e infermierit. Si imagjinoni veten Agi pas 5 vjetësh? Pas 5 vjetësh, unë e mendoj veten si një profesioniste e aftë, le të themi, në profesionin që unë kam zgjedhur, si një infermiere mami në maternitetin e Vlorës, pse jo, uroj, ose edhe në ndonjë qendër shëndetësore në Vlorë, dhe pse jo të jap edhe unë kontributin tim në përgatitjen e studentëve të ardhshëm që do të zgjedhin infermieri mami. Floviana, po ti? Në fakt, unë kam shumë dëshira, kam shumë synime dhe di të them që e mendoj veten si një mami, duke ndihmuar gjitha nënat në lindjet e tyre. Kjo është ajo kauza ime, përpos domethënë dëshirave dhe synimeve të tjera, e di që jam e sigurt që pas 5 vjetëve këtë do ta realizoj se s'bën. Dhe do jesh një profesioniste shkëlqyer. Fabio? Unë përveç profesionit të infermierit që është absolutisht dua të jem në atë profesion, kam menduar dhe po e zbuloj, po e studioj që të vazhdoj të jem pedagog militar. Shumë mirë. Po nëse unë të bëj këtë pyetjen tjetër, e ke menduar veten në Shqipëri apo jashtë? Se ndodh që kush studion në fakultetin e shëndetit, mendojnë edhe për t'u larguar në vendet perëndimore. Le të themi. Unë vi nga një familje dhe nga një rreth familjar që të gjithë kanë studiuar për infermieri dhe pikërisht në Universitetin e Vlorës dhe në Mami, dhe të gjithë nuk I kam këtu sot. Çuditërisht I kam jashtë. Unë kam vendosur që të ri në Shqipëri, por flasim dhe për 5 vjet. Për 5 vjetë të ardhshme se dim si do mund të ndodhi edhe që ti të largohesh bashkë me ekipin e familjes.
Çfarë duhet të ketë një infermier i sarthmes, Floriana, edhe në kauzën që ti ke? Pasionin për punën. Pasioni dhe dashuria. Pasionin për punën dhe kujdesi për të ardhmen. Gjithmonë, domethënë të kesh dashuri të kujdesesh për tjetrin. Kjo është gjëja kryesore. Është ajo që të bën një infermier më të mirë. Sepse praktika, teoria gjitha mësohen, por dashurinë tu nuk ta mëson dot njeri. Domethënë dhe pasioni nuk ta jep dot njeri. Janë diçka që të lindin ty bashkë me mësimin, me shkollimin, me gjithë. Unë ju shoh në fakt shumë të lumtur dhe nuk dua fare që ta bëj këtë pyetjen a jeni të lumtur, se e shoh që në fakt studimet tuaja po përkthehen me një dashuri, lumturi dhe patjetër kjo më bën të kuptoj që stafi akademik, pedagogët janë mbështetës edhe të shkëlqyer. Por kështu që po i spostoj pyetjet, këto pyetje sepse e mora mesazhin të qartë, por duhet të ndalem tek ajo që në fakt kanë shumë rëndësi për evidentimin ose më saktë evitimin e stresit akademik. Sa e rëndësishme është për ju dhe për të gjithë studentët aktiviteti jashtëshkollor, duke qenë se ju jeni të anëtarë të Këshillit Studentor. Ka ardhur koha që në fakt të gjithë studentët të përfshihen në aktivitete jashtëshkollore, si ajo që ju realizuat në 7 prill, meqense sot kemi dhe ditën e 12 majit, ditën e infermierisë. A keni diskutuar, a keni biseduar për të bërë një platformë, një aktivitetesh që mos të jetë vetëm një, por të jenë disa e disa? Patjetër, ne kemi punuar me këtë pjesë dhe në këtë muaj ne kemi akoma po merremi me, si mund ta quajmë, muajin e sportit. Kemi bërë kampionatin e futbollit dhe kemi për të zhvilluar kampionatin e voleybollit dhe maratonën. Por kemi edhe shumë aktivitete të tjera, ne jemi gjithmonë në punë për të i mundësuar studentëve aktivitete jashtë programit akademik, por diçka që dua ta theksoj dhe dua ta bëj dhe thirrje, është shumë e rëndësishme që të gjithë studentët të marrin pjesë. Është shumë e rëndësishme që të gjithë të bëhen pjesë e jetës studentore, mund ta quaj, sepse ne kemi pjesëmarrje. Fakulteti jonë në fakt ka një pjesëmarrje shumë të madhe, por hasim problematika edhe me fakultetet e tjera, që jo të gjithë studentët janë të sensibilizuar në disa kauza apo në disa aktivitete, gjë që është shumë e mirë dhe shumë e rëndësishme për ne. Kjo është jeta jonë, kjo është diçka që ne pas 3-4 viteve do ta lëmë këtu. Po pse jo ne mos t'i marrim më të mirën kësaj jete? Nuk është thjesht ideja që ne bëjmë studimet dhe i lëmë këtu. Jo, ne duhet marrim diçka me vete, sepse ne po japim për këtë fakultet dhe është e rëndësishme që ne të marrim. Dhe ku më mirë në aktivitete që mund të zhvillohen nga vetë studentët për vetë studentët. Aktivitetet jashtëshkollore, siç e tha dhe Floriana, Fabio, dua të të drejtohem ty në këtë rast, janë shumë të rëndësishme, patjetër për studentin, por aktivitetet akademike, sepse jemi student, juve nesër do të keni profesionin tuaj, a përfshiheni në aktivitetet akademike që organizon fakulteti juaj? Aktivitetet akademike mendoj se janë shumë të rëndësishme. Për studentët është vërtet e rëndësishme. Ne në fakt kemi pasur përfshirje në aktivitete akademike dhe ka qenë një eksperiencë më shumë për ne, duke qenë se të flasim, ne jemi studentë dhe tani flasim për nivelin e studentit. Duke ulur me një akademik, zbulojmë dhe mësojmë më shumë rreth të folurit, të shprehurit, mënyra dhe mendimit dhe kjo është gjë mirë besoj. Në fakultetin tonë ka ndodhur kjo, kemi bërë aktivitete, jemi përfshirë në aktivitete, si dhe kemi aktivitete që po i organizojmë tani me disa pedagogë të huaj që do na vinë në fakultet dhe do organizojmë një aktivitet. Në datën 31 maj, nuk e di se sa jeni të informuar, është konferenca e parë ndërkombëtare e Departamentit të Kujdesit Shëndetësor. Jeni përfshirë me i postera, me materiale, jeni informuar? Ne personalisht po, absolutisht, kemi dhe studentët tjerë që i kemi informuar, po bëjmë mesazhe, po bëjmë postera, po bëjmë gjëra dhe do jemi të angazhuar patjetër. Bukur.
Sigurisht që angazhimi në këto konferenca apo çdo aktivitet akademik që ne realizojmë në rang fakulteti apo edhe universiteti janë shumë të rëndësishme për studentët, pasi ata arrin të krijojnë një le të themi një përgatitje të tyre sa më të mirë dhe sa më efikase dhe profesionale për të ardhmen e tyre. Bukur. Është shumë e rëndësishme në fakt të di edhe mbi shqetësime të vogla apo të mëdha që mund të keni brenda periudhës së studimeve, programeve. A keni ngritur ndonjëherë, Flaviana, ndonjë shqetësim ose ndonjë iniciativë për një program simor, e cila ka nevojë për diçka tjetër, që është e nevojshme për studentin e vitit parë apo dhe në vazhdim? Po, në fakt na lindi një ide të treve për të bërë një ide për të futur praktikën në vitin e parë. Praktikën spitalore flasim. Pse mendon se është e nevojshme? Po personalisht, në fakt mund të flas në emrin e të treve, ne mendojmë se është e nevojshme për shtatjen e personelit ose më qartë të infermierëve të rinj me mjediset spitalore. Ne bëjmë praktika dhe kushtet laboratorike që ne kemi në fakultet janë të mira dhe ne bëjmë praktika me kushte shumë të mira. Por futja në ambientet spitalore që sot ne na bën ta shikojmë spitalin me një sy tjetër, na rritat të përgjësin, na mëson se si ne të përshtatemi me pacientët dhe fillimi i disa praktikave të moderuara spitalore, mendoj se studentët e infermierisë dhe të mamisë do t'i ndihmojë që nesër kur të fillojnë atë praktikën, si themi atë praktikën kryesore, të jenë më të përshtatur, më të njohur, më të familiarizuar, më të ambientuar me ambientet e spitalit dhe me pajisjet. Sepse është diçka që ti të veprosh në laborator dhe është diçka që ti të veprosh apo të identifikosh një pacient apo të përshëndesësh një pacient, do të thënë janë sa ndjenja që ne ndoshta duhet t'i provojmë pak më përpara që të ulim atë intimidimin e periudhës asaj impaktit parë me pacientin kur ne të shkojmë në një periudhë praktike më kryesore. Kuptoj. Aki, cila është lënda që dëshiron më shumë? Lënda që unë e ndjej si më afër është anatomia. Nuk e di pse, por më ka krijuar një impakt të parë që në fillim ajo lëndë dhe e studioj shumë si lëndë, harxoj shumë kohë me atë dhe ndoshta prandaj e ndjej më afër. Fabio, ti ke një lëndë të dashur? Unë kam principet, lënda kryesore, ndoshta dhe nga që ne principet seminaret i zhvillojmë në laboratore dhe përballemi aty me praktikat që tek gjilpëra, sorumet, madje atensioni dhe kjo më duket vërtet interesante. Nëse do t'i dërgonit maturantëve një mesazh nëpërmjet këtij podcasti, cili do të ishte ai? Ai, nismet. Mesazhi im është i thjeshtë. Të ndjekin ëndrrën e tyre dhe degën që ata pëlqejnë më shumë. Nëse ata e gjejnë vetë te fakulteti i shëndetit, pse jo? Flaviana? Mesazhi që unë do dërgoja do të ishte studioni për mjeksi, për infermeri, sepse janë degët të cilat të sjellin më afër njerëzve dhe unë mendoj të japin më shumë satisfakcion kur t'i arrin diçka. Fabio? Unë do të thosha si fillim që të dashur të rinj, të reja, filloni studimet. Kjo është gjëja kryesore, sepse shikojmë që ka shumë të rinj dhe të reja që nuk e zhvillojnë fare universiteti. Kjo është e para. E dyta, do ju jepja këshill që të vazhdoni cilën deg që të dëshironin, por te infermieria më tepër në universitetin Isail Qemali Vllazë, sepse është një universitet i cili fal dashuri, respekt, po mbi të gjitha e gjën veten dhe studion me dashurinë më të madhe për degën që ti dëshiron. Në këtë ditë të veçantë, se jo pa qëllime dhe sot ne realizuam podcastin së bashku në ditën botërore të infermierisë. Një mesazh për të gjithë profesionistët, infermier dhe mamiku, dhe ju pas 5 vjetësh do të krenoheni me këtë profesion të bukur. Cili është? Flaviana, për njësë. Unë do të thosha që do ndalesha tek mamit. Jemi si një portal që sjellin jetën.
jemi ai portal, jemi dora e parë nga nëna tek i rritja e fëmijës. Dhe jam shumë e lumtur që jam pjesë e kësaj dege dhe do uroja të gjitha mamive dhe të gjithë infermierëve që të jenë aq të dashur edhe aq të solidarizuar në profesionin e tyre. Anki? Profesioni i infermierisë dhe infermieri mamis mbi të gjitha, duke qenë se jam në atë degë, është një profesion shumë fisnik. Dhe mesazhi që kam unë për profesionistë të kësaj dege është që të jenë sa më human, sepse duhet të jetë parësore kjo gjë në profesionin që ne kemi zgjedhur dhe vetëm të vazhdojmë përpara. Kaq. Fabio? Unë I falenderoj shumë profesionistët të infermierisë, mjekësisë, të gjithë bluzat e para ka flas, sepse kalojnë situata të vështira, ne kemi pasur dhe në Shqipëri shumë situata të vështira dhe ja kanë dalë dhe janë mbështetje për të gjithë popullatën. Faleminderit dhe vetëm për urdhja. Dhe unë ju falenderoj shumë për këtë bisedë të ndjerë, të këndshme, shumë simpatike. Dhe jam shumë e lumtur që jeni pjesë e Universitetit Florës, por mbi të gjitha jeni student të lumtur dhe patjetër që doja dilni deri në fund. Ju uroj suksese. Dhe ne kishim kënaqësinë të madhe që të zhvillonim këtë podcast. Faleminderit. Faleminderit.